Klima politike vazhdon të jetë ashpër dhe opozita ka bojkotuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe komisionet e nivelit të dytë, edhe një herë tjetër klasës politike dhe qytetarëve shqiptar ju bëhet thirrje për të vlerësuar rëndësinë e zgjedhjeve për pushtetin vendor të 8 majit. Ambasadori amerikan në Tiranë Aleksandr Arvizu në një takim me vëzhguesit lokal për zgjedhjen, ndërsa ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara do t'japin për zgjedhjet e 8 majit $360,000, ka theksuar se ky proces është i rëndësishëm për Shqipërinë dhe të ardhmen e saj. The important point is every adult of voting age has a vote. Këto zgjedhje vendore janë shumë të rëndësishme për Shqipërinë. Ne presim që të shohim konkurrencë dhe një fushatë të besueshme. Zhvillimi i fushatës është pjesë e sistemit demokratik dhe ata janë të nevojshme. Qytetarët duhet të dëgjojnë ato çka thënë politikanët dhe të marrin vendimet e tyre. Çdo person ka një vot për të dhënë. Nëse ju quheni Sali Berisha keni një vot, Edi Rama një vot, Ina Rama një vot. Çdo kush ka një vot dhe çdo vot ka vlerë. Ashtu si dhe të gjithë të tjerëve që Shqipëria të ecë përpara. Këto zgjedhje janë të rëndësishme për të ardhmen e Shqipërisë dhe japë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka vendosur të japin fonde për to. Paralel me thirrjet për rëndësinë e zgjedhjeve, ambasadori amerikan Arvizu kërkoi edhe vëzhguesve të kontribuojnë për besueshmërinë e procesit. And I ask that you take your duties as election observers seriously and with integrity. Vëzhgimi i zgjedhjeve është pjesë kryesore e ditës së zgjedhjeve dhe ndihmon që të ketë zgjedhje të besueshme. Të nderuar vëzhgues, duhet të merrni punën me seriozitet. Puna juaj do të jetë shumë e rëndësishme për suksesin e këtyre zgjedhjeve dhe do të përcaktojë të ardhmen e këtij vendi.